5 vakte namaz, sabaj, dreka, i qindia, akshami dhe jacia, por kur kështu në ndilën, kur kam kohë i fali veç, kam qef, se ka ndërkaq ditëve tjera kur jam në punë edhe kur kam punë, i fali sabajin, drekën, sabahin veç, drekën e qindin e fali bashk, e gjaj kohën midis drekës edhe midis e qindis, edhe i fali akshamin edhe jacin e fali bashk. Bravo, po a i lutesh Aliju të stakfirullah, Aliju nuk është Zot, Aliju është imam, as pejgamber nuk është, stakfirullah, nuk lutet Aliju. Veç e veç, është ma mirë është mi falë në kohën e vetë, veç, kur thire zoni. Pejgamberi edhe imamët kanë thonë, ma të mirë është namazi i kohës vetë. Si të thire zoni, qatër mu falë. Kjo është urdhri i profetit Muhammed. Ndërkaq në Kur'an, shkruan nuk përmendet kërkund 5 kohët e namazit, po vetëm 3 kohë. Ajo thot kur dele përëndon dielli, pra akshami, jacia, namazet e natës, kur del dielli në agim, në mëngjes, edhe gjatë ditës, namazet e ditës. Mirë po, pejgamberi ka falë 5 kohë, edhe ka thonë mundeni me falë 3 kohë, kur të bjerë shi, kur është koha e luftës, kur jeni të lodhur, njëherë e ka falë profeti dreke i qindi bashk, kur jeni në udhtim, jo të lodhur, falni, në udhtim, kur të bjerë shi, s'ki kushte send, edhe mundet mu bo kiameti, kështu bare falë dreke i qindi bashk. Në rrugë, mundesh me vdek, kështu që falet i dreken e qindin, mande nisën rrugë. I bashkon. Edhe njëherë profetit shtu falë namaz, ajde rus të game, shkote në najote që të fjallë të ja, ajde pislë ke paski gojen e plish, shkote janë në stande që të fjallë, edhe i thot, ja Resulallah, thot, pse fale dreke i qindi bashk,